Pjesë I fundit I bashkëpunimeve me Shein që do xhiroj sot dhe ka shumë gjëra brenda, po ka shumë gjëra të bukura. Vazhdoj me të parën, ca I kam hapur, ca jo. Janë produkte për thonjt. Ju e dini që unë I bëj thonjt vetë në shtëpi, ose për ata që nuk e dini morën vesh tani. Edhe kemi marrë shumë gjëra. Pas ka marrë një llampë të vogël për të tharë thonjt. Isha e karikimit apo që e vendosën prit. Disa lima, më duheshin lima, shqyr që pas ka pasur ky seti. Edhe kjo është ajo që vendosen te këmbët për të bërë thonjt e këmbës. Keni parë. Pas kam disa ngjyra fantastike. Nuk e di se sa ngjyra janë këtu. Shumë ngjyra të bukura, të cilat me zor po pres ti provoj. Mbizotëroj ngjyrat dhe ka edhe gel polish. Kështu. Dhe disa ngjyra që nuk e di se sa janë dhe nuk e di se çfarë ngjyrash janë nga jashtë sepse janë paketime të thjeshta. Furça make-upi janë shumë të mira, edhe e butë, edhe goxha e dëndur si qime. Kam disa furça të tjera. Një set që ka pothuajse të gjitha produktet që nevojiten për kujdesin e thonjve dhe ndoshta jo vetëm të thonjve, mbas edhe të vetullave. Në këtë ngjyrën Leila se më pëlqeu shumë. Prefse këto të gjitha pajisjet që gjysmat mase nuk e di fare ose për çfarë janë, po do t'i shohim. Ka gërshër, ka këto që pret kutikulat që unë nuk I pres. Furça të tjera. Po nëse që kanë kështu. Furr për thonjt. E pas ka marrë në ngjyrë pink këtë. Disa ngjyra, duket si blond, ngjyrë portokalli, shumë ngjyra. Gjithashtu ka edhe një set lim nga këto të hollat, lim tjetër e trash, për këmbët, gjën që shërben për të shtyr kutikulat, kështu edhe kjo nga ana tjetër. Ka një furç, të dyja. Këtu shikoj që pas kemi furrën njësoj me të parën ngjyrë roz, dhe me shumë mundësi kemi të njëjtat ngjyra, po prap, edhe I njëjti set me të njëjtat produkte si kutia që sapo ju tregova. Nuk do ta hap që t'ja dërgoj direkt motrës. Dhe këtu kemi një furrë të bardhë që është pak a shumë më ndryshe. Ashtu, lima të tjera, disa lloje limrash, I prefse thonjsh e vogël dhe një tufë me ngjyra. Këto kisha këtu edhe se di po kam ndonjë gjë tjetër për shtëpi. Shpresoj që këto të ishin produktet e këtij bashkëpunimit. Kodet do t'i keni nëpër komente.